Pas vitesh përballje me rrezikun e përmbytjeve, fillon zyrtarisht projekti për rregullimin e shtratit të lumit të thatë në komunën e Sarajit. Investimi përfshin mbi 6 milion euro të siguruara nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Me këtë projekt pritet rregullimi i shtratit të lumit në gjatësi prej 12 kilometrash, nga fshati Bojan deri në fshatin Glumov, ku lumi i thatë derdhet në lumin Treska. Projekt i cili pritet të realizohet në periudhën 2026-2029, pritet të ofrojë mbrojtje më të madhe nga vërshimet për mijëra banor të këtij rajoni. Kryetari i komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, e cilësoi këtë si investimin më të madh historik për komunën, i cili do të mbahet mend si pika e kthesës për sigurinë e këtij rajoni. Projekti parasheh rregullimin e shtratit të lumit në gjatësi prej 12 kilometrash nga fshati Bojan deri në vendbanimin Glumov, ku lumi i thatë derdhet në lumin Treska. Një ndërhyrje gjithëpërfshirëse që prek drejt për drejt jetën e mira qytetarëve. Për realizimin e këtij projekti madhor, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ka siguruar mbi 6 milion euro, një shifër që flet vetë për peshën dhe seriozitetin e këtij investimi. Bëhet fjalë për një angazhim shumë vjeçar, strategjik, i cili do të realizohet në periudhën 2026-2029, ndërsa punimet kanë nisur tani zyrtarisht me 7 korrik 2026, një datë që do të mbahet mend si pika e kthesës për sigurinë e këtij rajoni. Ndërkaq, Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Muhamet Hoxha, tha se rregullimi i shtratit të lumit të thatë garanton mbrojtje më të madhe për banorët, pronat dhe tokat bujqësore të kësaj zone. Rregullimi i shtratit të lumit të thatë është një zgjidhje e drejtë për drejtë për problemet shumë vjeçare të banorëve të kësaj komune. Për këtë qëllim, si Ministri kemi siguruar mbi 379 milion denar nga buxheti i Ministrisë së Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Me rregullimin e këtyre 12 kilometrave nga rruga për në fshatin Bajon deri në fshatin Glumov, ne mbrojmë drejt për drejt shtëpit, pronat dhe tokën bujqësore të mira qytetarëve të kësaj ane. Ajo që është edhe më e rëndësishme të nderuar, po japim fund ndotjes dhe po eliminojmë rreziqet për shëndetin e njerëzve gjatë periudhës së verës. Ai tha se qytetarët e Sarajit meritojnë një mjedis jetësor të pastër dhe një jetë më të sigurt. Ndaj, sipas tij, ky investim është pjesë e ofanzivës së tyre të madhe infrastrukturore që po realizohen në mbar vendin.